Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Romeo Veshaj bëhet baba për herë të parë. Një vajzë shtohet familjes. Familja Veshaj ka ndarë sot një nga lajmet më të bukura duke shënuar një kapitull të ri plot emocione dhe gëzim. Një antar i ri është shtuar familjes së njohur, duke sjellë lumturi të madhe jo vetëm për ta, por edhe për publikun që i ndjek. Edhe pse vëmendja mediatike është zakonisht e përqendruar te binjakët e famshëm, këtë herë fokusi zhvendoset te vëllai i tyre, Mario. Ai dhe partnerja e tij, Kristina, janë bërë prindër për herë të parë, duke sjellë në jetë një vajzë. Lajmi është pritur me shumë entuziazëm dhe ka marrë reagime të shumta pozitive në rrjet. Momente nga materniteti janë ndarë me publikun, duke reflektuar emocionet e forta të familjarëve. Të dy vëllezërit shfaqen të veshur me rroba sterile, me buzëqeshje të sinqerta dhe të dukshëm të emocionuar për rolin e tyre të ri. Prania e tyre pranë vëllait dhe mbesës së porsa lindur ka tërhequr vëmendjen e ndjekësve. Një nga pamjet më prekse është ajo ku Mario shihet duke soditur me dashuri të bijën e sapo lindur, ndërsa ajo mbahet në krah nga xhaxhai i saj. Ky moment intim familjar ka përcjellë ndjeshmëri dhe ka prekur zemrat e publikut. Urime të shumta kanë bërritur për çiftin, ndërsa vajza e vogël tashmë konsiderohet bekimi më i madh i tyre.